Socialistët pasi morën konfirmimin e opozitës se do të merrin pjesë në komisionet e posaçme, hoqën nga rendi ditës i seancës plenare të së martës kërkesën që do u jepte kryesimin dhe shumicën në komisionin e posaçëm parlamentar për reformën administrativo-territoriale. Kush është pro? Kundër? Nuk ka, atëherë miratohet. Pa qartësinë dhe pikpyetjen e opozitës për mos shqyrtimin e kërkesës që zhbënte paritetin në komision, Tauland Balla zgjodhi ta mbajë ende pezull. I pyetur nga Ora News pas ceremonisë përkujtimore në nder të dëshmorëve të 4 shkurtit, zgjodhi të mos përgjigjej se a mund të rikthehej kjo kërkesë nëse opozita nuk paraqitet në komision, si duket për ta mbajtur atë si një as nën mëng për ta përdorur në momentin e duhur. Fakti që ka një angazhim nga opozita për të marrë pjesë në komision, pra ndryshimi i qëndrimit nga bojkotit e pjesëmarrja e bëndet pa mundur diskutimin atij propozimi. E përballë këtij qëndrimi në seancën maraton të së martës, demokratët u shfaqën të pakënaqur. Kërkesa jonë ka qenë e qartë pa ekuvok, jo të mos shqyrtohet, sepse mos shqyrtimi ka brenda shqyrtimin. Kërkesa jonë është tërheqja e këtij vendimi. Tërheqja tregon vullnetin, shtyrja nuk tregon asgjë. Demokratët e socialistët pritet të qartësojnë qëndrimet e tyre në ditët në vijim për vijueshmërinë e komisioneve të posaçme parlamentare për 2 reformat, ato territoriale dhe zgjedhore.